Shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin e lajmeve 21 minuta. Presidentja e vendit Vjosa Osmani mori pjesë në konferencën vjetore të iniciativës globale Clinton në New York, ku ka ndarë rrëfimin e Kosovës nga koha e çlirimit deri te shtetë ndërtimi demokratik, së bashku me ish presidentin amerikan Bill Clinton. Në prani të një audiencë ndërkombëtare të përbërë nga figura të njohura dhe përfaqësues nga vende të ndryshme të botës, Osmani ka theksuar rrugtimin e vendit drejt lirisë, demokracisë dhe konsolidimit institucional. Ajo shprehu mirënjohje të thellë për rolin historik të Shteteve të Bashkuara në mbështetjen e pavarësisë së Kosovës, duke cilësuar atë si një kontribut të pazëvendësueshëm. E nderuar që rrëfimin e Kosovës të ndajë së bashku me presidentin Clinton në New York në prani të një audiencë të jashtëzakonshme nga e gjithë bota, shkroi Osmani në rrjetet sociale. Ndërsa ish presidenti amerikan Bill Clinton tha se shumë njerëz e kishin parë atë si të çmendur kur kishte vendosur që NATO-ja të niste një fushat ajrore ndaj Serbisë për ta ndalur luftën në Kosovë. Unë u thash atyre, prisni e shihni, do të jetë e vetmja herë në botën moderne ku një luftë do të fitohet vetëm përmes fuqisë ajrore, sepse kosovarët nuk përulën kurrë dhe përfundimisht do të bëhet tepër e shtrenjtë për serbët që të vazhdojnë luftën dhe ne do të shpëtojmë kështu shumë jetë, ka thënë Clinton gjatë panelit të Clinton Iniciativa Globale me titullin "Çfarë më pas?". Presidentja e vendit Vjosa Osmani është pritur edhe nga mërgata shqiptare në Filadelfia, në një objekt që bashkëdetarët e kanë shndëruar në shkollë shqipe. Osmani është shprehur thellësisht mirënjohëse për përkushtimin e mërgatës që ruan e forcon gjuhën dhe identitetin kombëtar. Ndërkohë që kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara tha se arsyeja pse Washingtoni ka pezulluar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën ka të bëjë me mbylljen e strukturave serbe në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. I pyetur gjatë një bashkëbisedimi të sqaronte arsyeën e vendimit të kumtuar nga SBA-ja më 12 shtator, Kurti tha se ai nuk mund të bëjë kompromise me sundimin e ligjit. Kurti tha se ai nuk mund të bëjë kompromise me sundimin e ligjit, ndërsa shtoi se raporti Kosovë-SBA është tredimensional, mbrojtje, zhvillim dhe diplomaci. Përderisa në 2 shtyllat e para tha se nuk ka probleme, sa i përket diplomacisë, sipas tij ka pengesa. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me zëvendës ministrën e punëve të jashtme dhe diasporës Liza Gashi dhe konsulin e përgjithshëm ambasadorin Berim Reka mirëpritën në konsulatin e përgjithshme të vendit tonë në New York kongresistin amerikan nga radhët e Partisë Demokratike George Latimer. Diskutuan për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe rajon dhe për marrëdhëniet dhe partneritetin ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njoftoi zyra e kryeministrit. Qëndroj me informacione dhe pak minuta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Personalitetet të shumta të komunitetit shqiptaro-amerikan u mblodhën për të festuar ditëlindjen e Joseph Diogardit, njërit prej siç u tha figurave kyçe për çështjen e Kosovës dhe zhvillimit të demokracisë në Shqipëri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në New York, Halil Mula. Në intonimnin e himnit amerikan, shqiptarët e Kosovës, në Royal Regency Hotel u festua ditëlindja 85 e presidentit të Ligës Qytetarësh Shqiptar-Amerikane Joe Diogardi dhe 75-ta e bashkëshortes së tij Shirley Diogardi, ku mori pjesë edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe personalitete të shumta. Drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetarësh Shqiptar-Amerikane Agim Aliçkaj tha se në kohën kur ne nuk kishim zë, Joe dhe Shirley ngritën zërin me guxim dhe hapen çështjen e Kosovës në Kongresin Amerikan dhe vazhduan pa ndalur deri në pavarësinë e Kosovës. Until the independence of Kosovo was achieved. The
Mirëditë të gjithëve dhe mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë ditëlindje të mikut ton të madh, Joe Dioguardi dhe të gruas së tij, Shirley Close. Joe Dioguardi was central in bringing the Albanian voice into American politics at a decisive time for Kosovo. Ndërsa kryeministri në detyrë, Kurti, tha se Dioguardi ishte figura qendrore për çështjen e Kosovës në kohën vendimtare. Ai hapi dyert e politikës amerikane për shqiptarët, kur pak kush ishte interesuar për vuajtjet në ish Jugosllavi. Joe dhe Shirley së bashku lëbuan tek presidenti Clinton që ta ndali luftën në Kosovë, mbrojtën ushtrinë çlirimtare të Kosovës si kauze drejt dhe jo grup terrorist, bindën presidentin Bush që ta njohë Kosovën me 2008. Vedat Gashi tha se Joe ishte zëri në mbrojtje të drejtësisë dhe të drejtave njerëzore dhe u bë zëri ynë në Kongres në kohën kur ne kishim nevojë më së shumti. Ndërsa kryetari i Vatrës, Selmi Berisha, tha se Joe dhe Shirley mes tjerash ndihmuan qeverinë demokratike në Shqipëri dhe Kosovën. Kontributi i tyre në çështjen e Kosovës është i pamohueshëm. Urime në emër të Federatës Panshqiptare Vatra për Joe dhe Shirley. Përpos urimeve në këtë event u dhanë edhe vërejtje për qëndrimet politike në Kosovë. Ish këshilltari i presidentit Clinton, Christopher Highland, theksoi se po vërehet rritje e ideologjisë së majt në vendet tuaja prej nga keni ikur për shkak të presionit dhe shtypjes nga kjo ideologji. Dhe ju shqiptar amerikanët jeni edhe vetë dëshmitar të tmerrave që keni përjetuar. Dhe mu përket apeloj që të keni kujdes mos të rreshtoheni me ideologji majtiste. Ndërsa vetë Joe Dioguardi potencoi se dallimi mes kapitalizmit dhe socializmit është i vërtetë. Në kapitalizëm pasuria nuk ndahet barabartësisht, ndërsa në socializëm varfëria ndahet barabartësisht për të gjithë. Eventi kaloi në një atmosferë festive. Vazhdojmë tutje me pjesën tematike të këtij edicioni. Kosova vazhdon të zhytet në deficit tregtar shkaku i dominimit të importit kundrejt eksportit të mallrave të saj, që nga janari deri më tani vendi ynë ka importuar mallra në vlerë mbi 5 miliard euro, kundrejt eksportit për ditë e më shumë në rënje. Krahas rritjes së importit në vlerë mbi 5 miliard euro. Gjatë 9 mujorit të vitit 2025, sasia e përgjithshme e mallrave për këtë periudhë mbetet më e ulët se vlera e tyre. Në këtë trend, vlera e importit ka shënuar rritje, por eksporti ka pësuar rënje me rreth 30 milion euro. Gjatë 9 muajve, eksporti ka rënë nga 658 milion në mbi 630 milion euro. Rritja e vlerës së mallrave të importuara dhe rënja e vlerës së atyre të eksportuara po konsiderohet shqetësuese nga oda ekonomike e Kosovës. Kryetari Lulzim Rafuna ngrej alarmin se shteti ynë bashkë me mallrat po importon edhe inflacionin. Dyjat janë rritë, është rritë edhe sasia, është rritë edhe vlera, sasia është më e vogël se sa vlera, për arsye se dihet që ne edhe importojmë inflacionin dhe çmimet të ndikojnë, se gjithmonë kur thuhet që rrit hyrat në buxhet të shtetit, asnjëherë nuk tregohet që u rrit edhe vlera e madhe të importuar. Shqipëri tash ne kemi 13%, e kemi pasur në fakt 13% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Dhe kjo ta dëshmon që u rrit vlera e mallrave të cilat e importojmë, bashkë me këtë kemi importuar dhe inflacioni. Inflacioni në Kosovë është rrit me 4.5%, edhe sipas dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, që faktori i parë që ka ndikuar ka qenë rritja e çmimit të energjisë elektrike, po ashtu edhe çmimet e produktit bazë, që të gjitha këto ne importojmë. Gjermania, Turqia, Kina, Shqipëria dhe Italia janë ndër shtetet kryesore importuese në periudhën e parë të vitit 2025. Kurse, valja e re e inflacionit në Kosovë ka shkuar në mbi 4%, duke dobësuar kushtet dukshëm ekonominë familjare. Edhe drejtori i dhomës së tregtisë Kushtrim Ahmeti thekson se në vendin ton po vijnë produkte me sasi më të vogla, por me çmime shumë më të larta. Situatën që jemi, kur je i varur shumë nga importi dhe sidomos kur e kemi këtë rritje të vazhdueshme nga importi, biznesi vendor gjithmonë është i rrezikuar
për mbijetesën e tij dhe tash kur punon ti për mbijetesë, ti nuk e ke të sigurt as sot dhe nesër se si do të jetë. Prandaj fatkeqësia jonë shumë e madhe është ne po vazhdojmë të mbesemi në vend importues jashtëzakonisht shumë i madh. Përfaqësues të bizneseve gjithashtu ngrejnë shqetësimin se bizneset në Kosovë nuk marrën mbështetje të mjaftueshme nga institucionet për fuqizimin e tyre në treg. Sipas tyre, shumë prej bizneseve kanë dalur investimet që kishin planifikuar, ndërsa disa syresh janë detyruar që të zhvendosen jashtë vendit dhe të njëjtin produkt ta importojnë në Kosovë. Një raport i Institutit Gallup i cili nxjerr Kosovën ndër vendet më të sigurta në botë, gjithnjë sipas përshtypjes së qytetarëve, ka ngjallur reagime sidomos për faktin se ky raport publikohet në kohën kur Policia e Kosovës dhe Ministria e Brendshme vazhdimisht potencojnë provokimet nga Serbia. Sipas ekspertëve të sigurisë, raporti i Gallupit nuk përkon me deklarimet e zyrtarëve qeveritar se Kosova rrezikohet në vazhdimsi nga Serbia. Instituti Gallup, i cili merret me sigurinë globale, e ka renditur Kosovën në vendin e tretë për siguri në botë, krah Taxhikistanit dhe Singapurit, gjithnjë sipas perceptimit qytetar. Raporti e vendosi Kosovën në aspektin e sigurisë, edhe para shumë vendeve të zhvilluara evropiane si Austria, Zvicra, Norvegjia e Islanda. Por vetëm pak ditë pas publikimit të këtij raporti, ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ngriti alarmin se Serbia po shkel hapësirën ajrore të Kosovës përmes dronëve, gjë që e mbështeti edhe drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha. Të fundit kemi pasur detonime dronëve që ne do të shkojmë që vim për territorin e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe me pas se çfarë mund të bëhet. Për dronët xhirues të panjohur në qiellin e Kosovës ishte raportuar gjatë muajit gusht, disa prej të cilëve ishin parë mbi burgun e sigurisë së lartë në Dyz. Por pavarësisht kësaj, KFOR-i si autoritet kompetent për qiellin e Kosovës rrëzoi pretendimet e Sveçlës dhe drejtorit të policisë, Gazmend Hoxha. Ne nuk kemi identifikuar shkelje nga dronë që mund të ndikojnë në sigurinë në të gjithë Kosovën. Ndërkohë, raporti i Gallupit ku paraqiti Kosovën si vendin e tretë më të sigurt në botë, gjithashtu pasoi një marrëveshje mes KFOR-it dhe punonjësve të Bashkimit Evropian në Kosovë për evakuim në rast të ndonjë krize. Në këtë kuptim, eksperti antiterrorizmit Kol Krasniqi thotë se raporti i Institutit Gallup nuk përkon me realitetin. Ju lutem, këtu duhet me pas parasysh se gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, të cilat janë anëtare të NATO-s dhe të cilat e përcjellin me interes të shtuar zhvillimet gjeopolitike në arenën ndërkombëtare, njërisht janë fokusuar edhe ka çështjet e sigurisë dhe asnjëna prej tyre nuk e përjashton mundësinë e një konfrontimi eventual, çfarë do natyre qoftë, se tani po shohim se konfrontimet po i çojnë edhe sulmet reciproke kibernetike dhe sulmet tjerave të natyrave të padukshme të cilat i kryjnë përmes sulmeve të ndryshme, jo vetëm kibernetike, por edhe sulmeve të ndryshme inteligjente të cilat i kryjnë një shtet në anën tjetër, punën e një shteti tjetër. Këtë aspekt edhe nga aspekti sigurisë natyrisht dhe masave preventive duhet me pa edhe urdhrin e NATO-s që të mos lejohet fluturimi i dronëve mbi sistemin energjetik të Kosovës për faktin se po shihni sipas disa vatrave të krizës në botë, sistemet energjetike janë ato objektivat e parë cilat godasin. Edhe eksperti i çështjeve të sigurisë Drizan Shala ngrej dyshimet pse pikërisht në këtë periudhë KFOR-i dhe Bashkimi Evropian nënshkruan marrëveshjen për evakuimin e personelit civil në Kosovë në rast të ndonjë krize. Segmenti i sigurisë në Republikën e Kosovës dhe ai politik do duhet që të adresojnë këtë shqetësim të Bashkimit Evropian, po dhe të komandantit të KFOR për të marrë informacionet relevante, sepse dhe cili ka qenë shkaku i kësaj marrëveshje apo memorandumi për të kuptuar se a cënohet apo ka rrezik të drejtë për drejtë për sigurinë nacionale të Republikës Kosovës, ndaj secilës KFOR-i ka mandatin në bazë të 1244, po njëkohësisht ka edhe mandat se përket shkëmbimit të informacioneve me autoritetet vendore të Republikës Kosovës për të garantuar masat preventive për të parandaluar çfarëdo eskalimit të mundshëm në territorin e Kosovës. Raporti i Institutit Gallup erdhi në një kohë kur presidenti i SBA Donald Trump në vazhdimsi deklaron se kohëve të fundit ka ndalur një luftë të madhe mes Kosovës dhe Serbisë.
Në minutat në vim do të ndiqni kronikat e fushatës në ditën e 16 të saj, të cilat përmbajnë kryesisht premtimet e kandidatëve për kryetar të Prishtinës. Kandidati i vetëvendosjes për komunën e Prishtinës, Hajrullah Çeku, vlerësoi se kryeqyteti kur më parë nuk ka pasur nevojë më të madhe për një ndryshim se sa tani, pasi sipas tij qeverisja aktuale nuk ka shënuar kurrfarë përmirësimi në asnjë fushë, përkundrazi çdo sektor ka përjetuar vetëm degradim. Mendoj që nevoja kurrë nuk ka qenë më e madhe për ndryshim, sepse ajo çfarë ndodhi para 4 viteve në Prishtinë, në zgjedhjet lokale, ishte një lloj përcaktimi i qytetarëve për një kandidat të cilin nuk e njihnin fare. Por funksionoi megjithatë një lloj promovimi, një lloj marketingu në atë kohë, edhe një shpresë u ngrit të qytetarët që dikush nga jashtë, një profesionist i një fushë, mund të jetë zgjidhje për qytetin. Po tashmë kanë kaluar 4 vite, rezultatet janë këto që janë. Kandidatura e Çekut për kryetar të Prishtinës ka nxitur debat pasi ai ka lindur dhe ka jetuar një kohë në Prizren. Megjithatë, përballë këtyre diskutimeve, ai thotë se e njeh Prishtinën dhe problemet e saj më mirë se çdo qytet tjetër të Kosovës. Mendoj që nganjëherë standardi i njëjtë nuk aplikohet për të gjithë, për vetëvendosjen shpesh opinioni publik e ka një standard pak më të veçantë, pak më specifik. Unë duhet besoj që standardin specifik e kanë sepse dhe pritjet i kanë më të mëdha nga lëvizja vetëvendosjes. Së dyti, unë vetëm pjesën e fëmijërisë e kam jetuar në Prizren, pjesa tjetër e jetës sime nga mosha 18 vjeç e këndej, lidhet me Prishtinën. Çeku, i cili është ministër në detyrë kulturës, reagoi edhe për akuzat që kryetari aktual i Prishtinës po i adreson për bllokadën në kryeqytet. Kjo është strategji elektorale e tij, sepse kur nuk ke punë, nuk ka rezultate konkrete të punës, edhe ashtu që po të afrohen zgjedhjet, ti duhesh me thonë diçka. Më e mira kish me qenë që pas një mandati me kaq shumë dështime, mungesë të rezultateve, një njeri me pak integritet nuk kish me kërku edhe një mandat. Kish me thonë provova, mbase ka pas qëllimin e mirë, nuk arrita dhe tërhiqem. Personalisht kisha pas qef me pa një ndryshim tepër të madh në Prishtinë. Kandidati i PDK-s për kryetar të Prishtinës, Suran Ismaili, është takuar me aktorin Shkumbini Strefi, i cili publikisht ka shprehur mbështetjen e tij për ndryshim të domosdoshëm në qeverisjen e kryeqytetit. Ka shumë që kam i shërby qytetet di më vënu në dispozicion të industrive të filmit për me mujt me tërjek. Mi avon edhe komponentën e zhvillimit të industrisë, po edhe komponentën e turizmit. Kinematografia ka impakt madh dhe është ambasador tepër i fuqishëm, jo vetëm i qytetit, po edhe i vendit. Bizrad në esencë apo çep me diskutu me ty është që pjesën e kulturës unë du me bëj një intervenim që ka buxhetor. I jep edhe vlerë jetës tonë, edhe bëhet atraktivitet kulturor, turistik. Në këtë takim u diskutua po ashtu edhe për rolin e artit dhe kulturës në Prishtinë dhe nevojën e madhe për mbështetjen e këtij sektori. Ismaili theksoi se Prishtina ka potencial të madh për të shndruar në një qendër të industrisë kreative. Qyteti di të vëhet në dispozicion të industrive të filmit duke tërhequr investime nga jashtë dhe ne duhet t'i japim jo vetëm komponenten e zhvillimit të industrisë, por edhe atë të turizmit, theksoi Ismaili. Ndërsa Shkumbini Strefi vuri theksin të rëndësia e kinematografisë duke e cilësuar atë si një nga ambasadorët më të fuqishëm të vendit. Kinematografia ka ndikim të madh dhe është ambasador tepër i fuqishëm jo vetëm i qytetit, por edhe i gjithë vendit. Uran Ismaili shtoi se një ndër prioritetet e tij është mbështetja konkrete për artin, kinematografinë dhe kulturën, duke theksuar se 1% e buxhetit të komunës do t'i dedikohet posaçërisht këtij sektori. Uran Ismaili të dielën gjithashtu ka prezantuar edhe një plan për banorët e Barileves. Faleminderit edhe për mua me ndajtë me bisedu edhe me shkëmby ide edhe për të uraj sukses. Shumë faleminderit. Nuk e marrë dhe në këtu me thonë
Kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama, ka vazhduar fushatën e tij për zgjedhjet e 12 tetorit, duke prezantuar të arriturat e tij për zgjerimin e linjave të trafikut urban edhe nëpër fshatra. Tutje Rama tregoi edhe për rregullimin e monumentit historik Sahat Kulla. Pas dekadash heshtjeje, mekanizmi i Sahat Kullës u restaurua dhe ora e qytetit filloi të rrasë sërish, duke rikthyer një pjesë të shpirtit të Prishtinës. Me ndriqimin e saj modern, Kulla nuk është vetëm monument i historisë, por është bërë një nga pikat më të bukura dhe më të dukshme të qytetit natën. Ndërsa foli edhe për planifikimin e lagjeve, të cilat si tha deri para ardhjes së tij në pushtet janë ndërtuar pa asnjë plan. Kryetari komunës Rahovecit, njëherësh kandidat për një mandat tjetër nga AAK-ja, Smail Latifi, ka zhvilluar një takim me gratë e Rahovecit. Në një postim në Facebook, Latifi tha se gruaja shqiptare ka rol thelbësor në përpjekjet historike për liri dhe në procesin e shtetëndërtimit. Gruaja shqiptare ka rol thelbësor si në përpjekjet historike për liri, ashtu edhe në procesin e shtetëndërtimit e zhvillimit. Gratë do të jenë pjesë barabart e punës, vendimarrjes dhe angazhimeve në komunën e Rahovecit. Me gratë dhe për gratë, puna nuk ndalët, ka thënë Latifi. Gradë Celsius. Për më shumë informacione, klikoni në rtv21.tv. Mirëmbëjtje.